dëgjoni, ne I dhuroni përsëri forcën tonë. Fuqia e hënës! Fuqia e erës! Fuqia e tokës! Fuqia e qiellit! Po çfarë po ndodh? Shpirtrat e burimeve që kanë mbetur në tokën e gjelbrimit dëgjuan dëshirën e madhe të Sakit dhe Majit dhe po plotësojnë atyre. Në emër të gjitha luleve të tokës, në emër të gjithë shpendëve të qiellit, Në emër të fllarit të lehtë të erës, në emër të dritës qëndritëse të hënës, kjo tokë lulëzon, fal dritës gjenjale të jetës. Kjo është bota jonë. Dhe me forcën e duarve tona ne do të rindërtojmë këtë tokë të mrekullueshme.